Gripi ka marrë hof duke krijuar një situatë alarmante në sistemin shëndetësor. Kapacitetet në klinikën për sëmundje respiratore Kozle janë të stërmbushura, ndërsa ambulancat punojnë me ngarkesë për shkak të numrit të madh të pacientëve. Vetëm gjatë fundjavës që lëm pas, është shënuar numër rekord kontrollesh mjekësore si pasojë e gripit. Mjekët apelojnë që fëmijët me simptome më të lehta të gripit të trajtohen në kushte shtëpiake, pasi sjellja e tyre në spital rrit rrezikun e infektimit të mëtejmë. Sipas tyre, fëmijët që dërgohen në spital shpesh ekspozohen ndaj viruseve të tjera dhe përfundojnë duke u sëmurë edhe më rënd. Fundjavën e kaluar janë kontrolluar 800 fëmijë. Për 24 orë kemi nga 250 kontrolle, në kujdestarit kemi nga 150 kontrolle. Pra sot presim rreth 250 kontrolle, thonë nga klinika për sëmundje respiratore Kozle. Situata më shqetësuese është edhe nga numri alarmant i fëmijëve të shtruar në klinik. Shumë prej tyre po trajtohen në gjendje të rënduar shëndetësore si pasojë e komplikimeve nga gripi. 100 fëmijë janë të hospitalizuar, prej të cilëve 6 janë më të rëndë dhe janë në mbështetje të oksigjenit. Të tjerët janë me komplikime nga gripi, megjithatë janë të hospitalizuar për shkak të nevojës për trajtim hospitalizues, thonë nga klinika. Situatë ngjashme paraqitet dhe në klinikën për sëmundje të fëmijëve, ku javët e fundit është shënuar rritje e ndjeshme e numrit të pacientëve me simptome të gripit. Brenda 24 orëve, rreth 150 fëmijë kërkuan ndihmë mjekësore. Foshnjët dhe fëmijët në gjendje më të rënduar shëndetësore, veçanërisht ata me ndezje të mushkërive, shtrohen në klinik për trajtim të mëtejshëm.